Po, vazhdo inshallah. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra, lutë Allahun xhaleshanuhu të jeni mirë. Dhe lutë Allahun xhaleshanuhu të na bëjë të begat kudo që të jemi në ato që themi. Dhe të na bëjë prijes në vepra të mira dhe shembull për të tjerët. Pra shembull të mirë për tjetrin. Në fakt toni Allah është mbledhje të mira, ka kohë që e nxit, domethënë ma jep si indicje, po edhe këtu në xhamat ndihet nevoja e problemeve të adoleshentëve sot, pasi shikojmë domethënë në gjërat më të ndryshme, më të habitshme që shikojmë, ankesat e prindve, ankesat e mësuesve, ankesat e komshive në të gjitha krahat. Është një temë që fatkeqësisht ka marrë goxha analiza, domethënë edhe psiqike, edhe sociologjike, po fetare normalisht ato janë, si themin janë në vazhdon e të qenit të adoleshentit fëmijë dikujt, dhe ai dikush duhet të përgatitet dhe duhet të jetë, si i themi, i kujdesshëm për të. Ndaj dhe të trajtosh të temë, këshilla për prindin, këshilla për adoleshentin, mënyra se si është pak e vështirë, jo se ajo nuk trajtohet fare, po ta mbështjellësh gjithë në një temë në 40 minuta. Tema është çike gjatë në fakt. Ndaj u përpoqja të zgjedh një pjesë të kësaj teme, një pjesë të kësaj diçkaje, e cila trajton neglizhencën tonë, gabimet tona në edukimin e fëmijëve ose problemet kur ne lëm këtë lloj edukimi. Prandaj lënia e edukimit të fëmijës tonë dietarët është një tradhti që i bëhet, si themin, është një lloj dredhie dhe tradhtie që i bën njeriu vetes dhe fesë së Zotit. Sepse Allahu xhaleshanuhu e ka kërkuar dhe e ka obliguar prindin, dhe ka obliguar individin me obligime. Normalisht fëmia, nëse është fëmijë i vogël, nëse ne, domethënë, besojmë se është xhan dhe shpirti jon, ne duhet të përgatitemi totalisht për të. Ashtu sikurse edhe bujku kur mbjell një pemë, nuk e lë atë pa e krasitur, vaditur, spërkatur e të tjera. Edhe fëmia është me të njëjtat norma. Ai duhet rritur, duhet dhënë, njëherë duhet privuar, njëherë tjetër duhet sprovuar, njëherë tjetër duhet dhënë edhe në, si themin, që trupi dhe mendja të punojnë në një formë që të di vështirësitë, po të di edhe përgjegjësitë e jetës që do të mbartë. Ndaj lënia e edukimit të fëmijëve është precedent fetar dhe njeriu që lë fëmijën e tij pa edukim dhe neglizhon atë është gjunaqar, sepse Allahu xhaleshanuhu ka thënë për të gjithë besimtarët: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron ju t'i çoni amanetet tek të zotët e tyre. Dietarët në këtë ajet thonë që ju urdhëron Zoti të bëni amanetet, t'i çoni ato në vendin e duhur tek të zotët e tyre, është që secili duhet t'i përgjigjet përgjegjësisë që Allahu i ka lënë mbi qafë, dhe mos ta lej atë përgjysëm ose mos të neglizhojnë atë. Është përgjegjësi për baban, është përgjegjësi për prindin që të kërkojë rrezikun, është përgjegjësi për të edukuar fëmijën, është përgjegjësi të veshje të mbathi gruan e fëmijës, të sigurojë streh. Është përgjegjësi për gruan të bindet burrit, është përgjegjësi për fëmijën të bindet babait dhe nënës së tij. Dhe është përgjegjësi e jona të bëjmë të qartë fëmijëve tanë, xhanit dhe shpirtit tonë, se çfarë domethënë duhet, se si duhet vazhdoj jeta e këtij personi si besimtar, që të jetë një njeri i denjë që Allahu xhaleshanuhu t'i jap stafetën e një brezi që po vjen dhe të nderoj atë brez që shkoi, që iku. Në një ajet tjetër Allahu xhaleshanuhu thot: O ju të cilët besuat, ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju që besuat, mos tradhtoni Allahun dhe të dërguarin dhe do tradhtoni amanetet tuaja, pra obligimet tuaja, dhe ju e dini këtë gjë. Prandaj lënia pasdore e fëmijës është tradhti të amanetit, është lënia pasdore të amanetit. Ndaj nuk është e denjë për një prind që të lej fëmijën e tij pasdore. Nuk është e denjë që ai vetëm të ushqehet, të ngopet e të vishet dhe të jetë, Allahu na ruaj, të jetë, si themi neve, pjesë e xhehenemlinëve. Gjithnjë ashtu siç kemi ne dert për fëmijën dhe merak që kur çahet
kur sëmure duam ta mjekojmë dhe na djeg shpirti kur fëmia lëngon, është e njëjta gjë që ne duhet të ndjejmë nëse fëmia na rrëshqet në duart, ose vetëm ta imagjinojmë sa e hidhur që është që ai që ti po rrit të jetë prej të majtëve, Zoti na ruaj. Në një ajet tjetër Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an: O ju të cilët besuat, ruajini veten tuaj dhe familjet tuaja prej zjarrit të xhehenemit. Burri duhet të ruaj fëmijët dhe duhet i këshilloj ata, duhet të këshilloj gruan e vet. Gruaja duhet të këshilloj burrin e saj dhe duhet të këshilloj fëmijët e saj dhe duhet i edukoj ata. Prandaj, domethënë, njeriu nuk e lë familjen e vet, madje edhe fëmijët, nëse shikojnë baban apo nënën në gabim, duhet ta këshillojnë. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith: të gjithë ju jeni barinj dhe çdo bari pyetet për kopen e vet. Imami dhe khalifi, pra përgjegjësi i një çështje të muslimanëve, është përgjegjës dhe përgjigjet për ata që kanë në veten e tij. Burri është përgjegjës për familjen e tij dhe do të pyetet për këtë familje. Është përgjegjës për gruan dhe fëmijët e tij, për edukatën, për fenë e tyre dhe për çështjet materiale që Allahu ja ka ngarkuar. Prandaj lënia e fëmijëve azat, pa urdhër, pa ndalesa, pa nxitje, pa kurajo të mirë fetare, është lënia e amanetit pasdore të nderuar vëllezër dhe motra. Prandaj fëmijët duhet i kemi kujdes dhe se i kemi amanet. I kemi amanet nga Allahu xhaleshanuhu. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: nuk ka një person të cilit Allahu i ka vënë një amanet në qafë, apo të ketë njerëz në vetë të jetë përgjegjës për ta, dhe atë ditë që vdes, ai është hajduti i këtij amaneti, pra nuk i ka dhënë atë që duhet atyre, fetarisht, moralisht. Atë ditë që ai vdes, Allahu ja ka bërë haram xhenetin. E mendoni sa e hidhur është? Kur ti domethënë shikon haramin, kur ti shikon në thyrjen e urdhave të Allahut të madhëruar dhe nuk përgjigjesh dot, arrin një pikë fare që ti nuk ke më fuqi. Mendonin domethënë të vi vdekja dhe ti je amanet lëshues. Pra ti je njeri që ke neglizhuar dhe ke lënë pas dore atë që kisha amanet ta mbaje. Atë ditë që do vdesë, Zoti na ruaj. Zoti i madh na ruaj mos vdesim, domethënë vetëm duke qenë besimtar, dhe të kemi kryer amanetet ashtu si duhet. Prandaj edhe pse këto janë fjalë pak të forta dhe peshojnë tek ne, sepse secili prej nesh e di një lloj neglizhence që ka në vetvete nga dinamika e egër e kësaj jete të dynjas, sidomos në këto momente ose në këto vitet e fundit që na kanë kapur. Megjithatë, shumë prej prindërve, ne meshkuj apo femra pa dallim, domethënë nuk përveçoj asnjë palë, as nënën, as baban. Më thënë, po të gjithë bashkë jemi treguar dhe kemi boshllëqen e edukimin e fëmijëve tanë, dhe kur vjen në adoleshencë i gjejmë ata të dalë në rrugën ndonjëherë ose të përgjumur ose të sakatuar nga kjo jetë dhe nga qefet dhe tekat që ka kjo, si themi, ka kjo dinamik, për shkakun sepse ne kemi ndetur pasiv dhe nuk kemi ecur koherent me kohën në mënyrë që ta ruajmë filizin ton, të cilin mezi po e prisnim. Prandaj në një shembull arab thuhet për atë që le, si themi ne, dikë të mbytet, thotë, e hodhi në mes ujit me duar të lidhura dhe pastaj i tha kujdes mos u lag. Ne lëm fëmijën ton në mes budalliqeve, problemeve, dhe pastaj duam t'i kërkojmë dhe llogaritë, themi pse e bëre këtë dhe pse e bëre atë. Prandaj neglizhenca në rritjen e fëmijëve ose në edukimin e tyre shfaqet në shumë aspekte, shfaqet në gjëra të cilat shumë prej nesh i dallojmë me kollaj, dhe unë do të rendis disa prej tyre sot, po ka të tjera që mund t'i rendisni edhe ju më mirë, sepse të gjithë e kuptojnë që këto trajta dhe vazhdimsi që ne, ose më falni,
se si operojmë ne në jetën e përditshme e kuptojmë ne që këtu kemi çaluar në këtë lloj hapi, kemi shkelur gabim, sepse e kuptojmë më së miri sepse ku çaloi meselea jon, ku ndodhi gabimi jon me fëmijën ton. Nga gjërat që ndërmarrim ne prindit gabim me fëmijën, sidomos me adoleshentët, ose kur vim para adoleshencës pak, dhe para adoleshencës nuk kam për qëllim atë adoleshencën e sotme, sepse ajo po Allahu na ruaj po zgjatet, po shkon shumë gjatë, por se adoleshencë kuptohet para moshës pubertetit ndonjëherë. Do të kur fëmia pson ato zhvillimet fizike, psikologjike, sociologjike të tmerrshme dhe kalon në një fazë tjetër botë kuptimesh, thellimesh, ne aty e kemi filluar të çalojmë, kemi filluar në atë moshë të krijojmë boshllëqe të cilat nuk duhet të ishin kur më parë. Ndaj ka prindër që në mënyrën e trajtimit të fëmijëve i rrisin fëmijët gjithnjë me frikë, i rrisin fëmijët qullac dhe i rrisin ata gjithnjë me një lloj llahtarimi, domethënë, prandaj i friksojnë fëmijët që të vegjël me një diçka që i ngjall fëmijëve paranojë, ndaj dhe kur rritet fëmia, rritet gjithnjë me fiksime dhe nuk di se si ti përgjigjet kohës. Ndaj edhe na një herë bie në duar ose në shoqëri jo të sigurt. Pse? Sepse ata duan t'i heqin atij një diçka dhe ai shkon ta provoj për një diçka që prindi i ka llahtarepsur fëmijën. Ndaj domethënë kur do fëmia të eci para, fjalët e prindit janë si zilja tek veshi, sepse ai e ka tronditur fëmijën me këtë lloj kërcënimesh, me këtë lloj frikë ose me këtë lloj friksimi saqë fëmia nuk bën dot më para. Ndaj nuk është e hijshme dhe nuk është e mirë, siç thon domethënë një dietar që kam kohë që e lexoj atë, nuk është e mirë dhe nuk është e hijshme që fëmia të llahtarepse dhe të friksohet deri në palc nga prindi. S'duhet ta ketë frikë, duhet të ketë respektin, duhet të shikoj sinqeritetin e prindit, edhe kur prindi e këshillon, edhe kur prindi na njëherë i ngre dhe zërin dhe i qorton. Duhet se s'bën kjo gjë në mënyrë që të ecin koherent edhe ajo qortesa, po edhe dashuria e prindit. Ndryshe do të jetë një person i cili do të na japi, domethënë do të na japi probleme në të ardhmen, gjithnjë do të ketë nesër shok të cilët ai do të ruhet prej tyre sepse ka dëgjuar diçka të frikshme, diçka problematike. Na problemet që na dalin sot me fëmijët ose na problemet që i tham edhe herën e kaluar është se e nxisim ose e edukojmë fëmijën të jetë gjithnjë i papërmbajtshëm, të jetë gjithnjë gojë gjatë, si themi ne, e lëshon gojën vend e pa vend, duke e sharë fyer dhe duke, si themi ne, duke duke kapërcyer dhe ata shokët e vet të vegjëlisë, duke qenë njeriu më problematik dhe shpesh ne i shikojmë këto gjëra sot, domethënë ata që ushtojnë profesionin e mësuesit prej muslimanëve e gjejnë problemet edhe të fëmijët e muslimanëve se si ata shajnë, se si ata krekosen para të tjerëve, se si ata tjetër gjë e thonë në shtëpi dhe tjetër gjë, domethënë shfaqin me shokët e tyre, mund të jenë të ëmbël në shtëpi, ndërsa për jashtë, domethënë ai që janë karikuar nga prindit në forma të gabuara, shfaqen me shokët e tyre ose me shoqet, vajzat fatkeqësisht në format më të ulëta. Saqë kam dëgjuar që ndonjëherë fëmia mbahet në fije të perit. Gati mund të dalë edhe na feja, thonë ndonjëherë. Zot na ruaj. Dhe këtë kam domethënë na përvoja që më është treguar na vëllezër ose motra që ushtrojnë profesionin e mësuesit. Sepse domethënë fëmia është lënë na prindi, na muslimanin në mëshirë, domethënë në mëshirë të fatit dhe jo gjithnjë në atë, si themi ne, përgjegjësinë që duhet të ndiej para Allahut, që fëmia jo të kthej zullumin me zullum dhe fjalë e keqe me të keqe, po të jetë trim dhe të kërkoj drejtësinë. Nga problemet që kemi në edukimin e fëmijëve sot, kemi rritjen e fëmijëve në trajt servile, dhe të jenë njerëz të servilosur dhe të dinë se si ta dredhin. Normalisht fëmia nuk mund t'i mbartë gjitha vetë dhe të përplaset me të gjithë njerëzit. Por se në të njëjtën kohë ne nuk mund ta mësojmë, domethënë, dhe ta rrisim atë me një personalitet servili.
Sepse nesër edhe nëse do të jetë trim, apo do të vitë tek disa njerëz, do të jetë më servili i të gjithëve. Madje domethënë bëhet servili njerëzve edhe më të ulët, sepse ata kanë në dorë disa pozita, disa të mira materiale dhe më trimi për këto pozita ose çështje materiale do të bëhet servil. Dhe nuk është i denj të jetë i drejtë fare. Pse? Sepse je mësuar gjithnjë si të jetë servil, si të përfitojë gjithnjë nga të tjerët në mënyrë që të arrijë në luks, në mënyrë që të arrijë në shpërdorime, në lloj-lloj trajtash, domethënë e mësojmë fëmijën ndonjëherë që të arrijë në këtë lloj formash, sepse e duam ta shikojmë gjithnjë shpirti ose zemra e babës apo e nënës është që ta shikoj fëmijën e tij në formën më të mirë materiale të mundshme. Por pak prindër kanë dert dhe kanë merak që ta shikojnë fëmijën e tyre në formën dhe në gjendje më të mirë morale dhe fetare. Prandaj e edukojnë fëmijën me servilizëm, e edukojnë me rrëmuj, e edukojnë fëmijën ose ja bëjnë zakon luksin, nuk i mungon asnjë gjë, nuk i mungon telefoni, nuk i mungon shpërdorimi, fatkeqësisht ndonjëherë shikojmë që blejnë fëmijët tan edhe ushqime dhe pastaj hanë deri në gjysmë, pastaj i hedhin, ndërkohë që diku tjetër nuk kanë thërrimen të hanë, nuk kanë ndryshojnë gjërat e veshjes shpejt, ndërkohë që në vende islame plot njerëzit nuk kanë të veshin, nuk kanë vende ku të flenë sepse po i hyn uji dhe era dhe dimri dhe dëbora në atë katra anët, kurse neve si musliman fatkeqësisht nuk i masim nimetet e Allahut xhaleshanuhu tek fëmijët tanë me ata që si kanë, por se ja plotsojmë deri në atë mas sa edhe shpërdorojmë nimetet e Allahut dhe bëhemi mosmirnjohës fatkeqësisht. Dhe kjo është evidente sot. Prandaj dhe shumë, domethënë psikolog musliman thotë nuk është e denjë që prindi ta lëshoj dorën tek fëmia duke i dhënë atij gjithnjë sa herë që ai kërkon. Prandaj shikon disa thotë t'i japim për të ngrënë sepse do rim brapa fëmijëve, thotë të tjerë thotë do shikojnë. Ja japin këtë gjë. Por se harrojnë që ndonjëherë do thënë që por një herë more, një njerë do të marrësh edhe në shtëpi, jo gjithnjë hahet për jashtë. Po kështu e gjen atë sa herë që kërkon ai celularin, duhet ja ndryshojnë sepse mos na varri buzët në ditëlindje të tjera gjëra të cilat nuk kanë lidhje ndonjëherë edhe me Islamin. Janë thjesht ose zakone jo besimtarësh ose zakone njerëzish kot dhe prindit as aty nuk neglizhojnë që t'i fryjnë emocionalisht fëmijët e tyre në një mënyrë e cila do të kthehet atyre nesër pas nesër me dëm. Dhe zakonisht kush është mësuar ta lëshoj dorën pa ja bërë të dukshme fëmijës mirësinë e Zotit dhe lodhjen e tij, nesër kjo lloj si themi ne, kjo lloj bujarie do t'i kthehet në të kundërt, do t'i kthehet jo me kooperaci, po do t'i kthehet me vrazhdësinë dhe mos respektin e fëmijës. Allahu na ruaj. Zoti na ruaj. Nga gjërat të cilat ndodhin domethënë në familjet tona në edukimin e gabuar të fëmijëve është që ndonjëherë prindit thyen nga të qarat e fëmijëve, thyen nga ajo, si thon, mërzia e fëmijëve dhe shkojnë t'i plotsojnë atyre të gjitha ato pikat, ato dëshirat që ata kanë. Njerë domethënë gjejnë fëmijë që të parashtrojnë 4 kërkesa, në fakt ata duan 2 t'i arrijnë. Por që të arrijnë 2 ata ndrydhen që te 4 dhe ti do t'i japësh 2. Më thënë bën një lloj pazari moral me prindin. Allahu na ruaj. Edhe ndodh ajo që ty s'ta priste mendja, ai fitoi të gjitha ato që deshte. Sepse ato 2 që nuk i deshte normalisht ishin ulje pazari. Dhe ato nuk i deshte fare, fatkeqësisht. Dhe kjo ndodh me shumë prindër të cilët që na vegjëlia mësojnë fëmijën sa herë që qanë, domethënë duhet i përgjigjen. Aman mbylli gojën. Aman na e hiq qafe. Jo, nuk bëhet aman na e hiq qafe. Edhe me fëmijën që është adoleshent. Edhe ndonjëherë do të ngryset, po le të ngryset. Ai duhet të kuptojë që edhe nëse jemi të pasur, nuk do të thotë që
Kjo ka ardhur pa djersë balli, kjo ka ardhur me lodhje, na njëherë ka ardhur me hatërbetje me shoqërinë, na njëherë kjo ka ardhur edhe me mund të tmerrshëm, ka ardhur dhe me frikë na njëherë, ka ardhur dhe me frikën e dështimit, me stresin. Na njëherë kjo pasuri vjen dhe me ilaçe, pasojat e kësaj pasurie janë dhe me ilaçe. Fëmijët duhet ta ndjejë këtë dhe ne nuk duhet të shikojmë shtëmërimin e tij, nuk duhet të shikojmë hatërmbetjen e tij, pse nuk i plotësuam një dëshirë të tij, që është në fundja fare është një diçka tepër e pavlefshme. Thjesht ai atë e ka fryrë shumë në vetvete. Nuk është diçka e nevojshme ku aty ka mbetur pikthesa e jetës së tij. Jo, nuk flitet për këtë. Sot fëmijët po krijojnë, si i themin, standarde që janë të pahishme për të qenë standard. Vën rrobën standard, vën si themin e vën emrin e fisit standard, vën pasurinë standard. Dhe u duket vetja sikur domethënë do lëshojmë penë këto gjëra, sikur ata po mbajnë peshë të mëdha. Në fakt peshën e mban nëna dhe babai. Ndaj nuk duhet që ne të nderuar vëllezër dhe motra të jemi si i themin e o burra ti përgjigjemi fëmijëve sa herë që ata shtëmërojnë fytyrën. Dhe i lut, nëse do të kemi këtu domethënë do të kemi online edhe fëmijë adoleshentë. Do t'i lusja shumë se fundja fare janë si fëmijët e mi. Do t'i lusja shumë të masin lodhjen e prindit, të masin si themin e mundimet e tija, të shikojnë raskapitjen e nënës, të shikojnë çfarë bën ajo, që edhe nëse nëna s'punon, ajo punon 24 orë, ajo rregullon shtëpinë, ajo merret me gjellën tënde, ajo merret me hekurin e shtëpisë, me pastrimin e shtëpisë, ku ti çdo gjë e kërkon gati. A ka njeri të punoj si nëna? Nuk ka. Nëna punon pa para. Nëna për fëmijën punon pa para. Asnjë nuk shpërblet dot nga fëmijët. Prandaj të nderuar fëmijë, nëse jeni online, duhet shikoni edhe ju, domethënë takatin e prindit. Se si e ka vënë ai këtë para, se si e ka vënë ai këtë pasurinë nëse është i pasur. Po nëse nuk është i pasur, do të sforcohet prindi për një shtëmëri në fytyrën aty, pse nuk e ti këtë rroba, apo pse nuk e ti këtë celular, Kështu janë muslimanët e dej. Kështu vallë domethënë arrihen gradat e larta të besimit, kur fëmia domethënë nuk është dakord me hallin e prindit. Duhet vërejtur mirë kjo gjë, edhe nga fëmijët. Nga dëmet që janë bërë sot fëmijëve, është diçka, domethënë edhe tek muslimanët po fillon po futet kjo çështje tani. Blerja e gjërave të shtrenjta kur ata janë të vegjël dhe nuk kanë derdhur pikën e djersës për to. Edhe zihet sot sidomos në botën perëndimore, zihet në gojë shpesh, ja bleu dhuratën prindi makinë mira, dollar ose euro, i bleu makinën, ose i bleu një diçka që ai kishte merak, qindra euro duke kursyer shumë. Këto gjëra të shtrenjta të cilat fëmia i kërkon dhe i marrin atij kohë për manazhim, i marrin atij të para për t'i mbajtur në gjendjen e duhur, e shikojmë që do të kenë pasoja të hidhura edhe për prindin, sidomos këta që domethënë janë me fiksime tek makinat, janë sidomos djemt njerëz që duan ato makinat e luksit, duan ato makinat dhe thot pse mos të shijoj unë paranë e babait dhe nënës time. Edhe prindit ton, po pse mos ta shijoj fëmia jon, ne për ta po punojmë. Ne për ta e kemi paranë. Në rregull, okay. Kur sa fillon blihet makina, e shikon që fëmia vonohet natën, shikon që shoqërohet me njerëz gabuar, e shikon që bëhet njeri i egër, e shikon që mund të jetë, si themin, i mbushur me gjoba nga shpejtësia e tepërt, kush do t'i pagojë këtë para? Po benzinën kush e hedh, a punon apo s'punon, a fut diçka në shtëpi, e njëjta domethënë e njëjta gjë edhe me qejfe të tjera, mund të ketë fëmia qejfe përveç makinës diçka tjetër, cila i merr ose pasurinë, ose kohën, ose e mbyll fare në vetvete dhe bën njerëz si thon të mbyllur. Dhe ne na duket, si thon njerëzit, sikur e blejmë shkatrimin me duart tona, ne si prindër. Domethënë e shkatrojmë fëmijën me duart tona. Pse? Sepse i blejmë atij ato gjëra të cilat kanë pasoja të hidhura për të. Është si ti blesh dikujt diçka që do t'i marrë jetën ndonjëherë.
do t'i nxjë jetën, do ta turprojë tër jetën. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm, sepse domethënë kthehen disa nimete të Zotit në shkaqe devijimi. Disa nimete të Allahut kur nuk vjen aty ku duhet, bëhen shkaqe devijimi, sepse nëpërmjet tyre nuk arrihet mirënjohja e Zotit, porse po arrihet, si i themi ne, dëshira dhe qefet e njeriu në gjëra koti. Madje shikojmë që ndonjëherë fëmia del edhe nga feja sepse fillon e shturët, lë namazin, ka qenë njëri që merresh gjithnjë me Kur'anin, leximin e Kur'anit, por se impenjimi me atë gjën e bukur që ti i bleve, atë e vonon në namazit, atë e nxjerr fare kohën e namazit. Bëhet njeriu, si thon, nga njeri i impenjuar me përmendjen e Allahut natën dhe ditën, ose që kishte zakon të mësonte në një faqe Kur'an, një 2 ditë, 2 herë në javë, e kështu me radhë, e bën atë njeri, si themi neve, të zhytur në qef, në luksin, të cilit ja bleu babai dhe nëna, dhe në të njëjtën kohë e nxorrën dhe në rrugë e ahiretit me këtë lloj qefi që fëmia më thënë kërkoj. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm shumë për ta. Në të njëjtën kohë, Allahu i madhëruar ka thënë: "Dhe mos e bëj dorën tënde të mbledhur në fyt." Është një shembull që arabët e tregonin këtë, i mblodhi duart në fyt për atë që është koprac. "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kull al-bast." Dhe mos e lësho dorën fare, thot Zoti në Kur'an. Pra, as mos e mblidh fare, po as mos e lësho fare. Ndaj në të njëjtën kohë, nëse disa ndërmarrin veprime, domethënë ekstreme, nga ana tjetër, do ta shikosh fëmijën do vjedh. Do ta shikosh fëmijën që do të bëhet, si them, lypsari të tjerëve, do të jetë i varur nga dikush tjetër. Prandaj njeriu duhet të jetë i zgjuar në mënyrën se si do të menaxhojë dhe qefet e tij. Pra duhet të jetë, si themi ne, nëna dhe babai duhet të jenë të zgjuar se si do ta psikologjisin fëmijën e tyre dhe kur do t'i japin dhe kur do ta ndalojnë. Kur duhet të dhenë pak dhe kur duhet të dhenë shumë dhe kur nuk duhet të dhenë fare nga njëherë. Prandaj duhet pasur kujdes në, si themi ne, duke i bërë lepe peqe fëmijës në çdo gjë. Në gjërat e rrezikshme që sot vërehen, kjo dinamika e botës moderne sot, e bën babain të vivo natën, nuk i shkon fëmijët vetë në gjumë dhe shkon del në shtëpi dhe lën gjumë. Po nëna është me nxitim për në punë, nuk i shkon fëmijët vetë se pak. Dhe kështu, domethënë, nuk kanë kohë që të, si themi ne, të buzëqeshin me fëmijën e tyre, nuk kanë kohë që të jetin dorë në qafë, nuk kanë kohë të bëjnë një shaka me fëmijën, ta puthin, ta ledhatojnë një fëmijën e tyre, dhe fëmija kur gjen këtë lloj ftohtësie, fatkeqësisht që kjo po ndodh shumë, do ta gjejnë ngrohtësinë diku tjetër dhe mirë për fëmijën nëse e gjen atë në vendin e gabuar tek një shoqe e devijuar, tek një djalë shok i devijuar. Prandaj, të nderuar prindër, qëndrimi me fëmijët është tepër i rëndësishëm, sidomos sot. Hapja, si themi ne, e barkut, domethënë t'ia nxjerrësh fëmijës çka ka për brenda, është tepër e rëndësishme në mënyrë që të dim që çfarë sëmundje ka dhe t'japim ilaçin e dur, se mbase ka temperaturë dhe ne i japim një ilaç që është për diçka tjetër. Mbase është i infektuar diku dhe ne i japim një diçka qetësuese dhe ka përcen shpejt, Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, duhet se s'bën të ulemi, tu buzëqeshim, të ndjejmë prej nesh, si them, dashurin, të ndjejmë prej nesh keqardhin që ne kemi për ta. Jeta nuk mbaron, rresku nuk mbaron kurrë. Kërkimi i dynjas nuk mbaron. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot as Dexhalit nuk i trembem shumë, do të kam frikë se do t'ju hapet dynjaja nga të katra anët dhe do të garoni në te. Dhe po garuat në te, do të dënoheni si popujt e mëparshëm. Do thënë dhe ata garuan në dynja. Shumë u kënaqën me të mirat e tyre, si thot Allahu xhaleshanuhu në surën Tobe. Shembulli juaj dhe atyre është se ata u kënaqën dhe i plotësuan qefet dhe ju kënaqet dhe i plotësuat qefet. Dhe u zhytët në ato gjëra që si lejohet, siç u zhytën dhe ata në gjëra që si lejohen. Për këta nuk do të ketë, domethënë,
një mirësi ditë e Kiametit. Nuk do të kenë, si thon, pjesë tek Zoti ditë e Kiametit. Mendoj që sot domethënë shqyr që falem, kam marrë lehtë puna, falem, jam bërë si roboti, vin në shtëpi, gjej fëmijët për gjumë. Pop, ikën shpejt mëngjes, hajt keqë babi ika, ja ku I keni parat, shkoni. Duhet të rrim pak me ta, duhet të, si themi, duhet I marrim, duhet një dashuri. Duhet një dashuri, duhet të ndjejnë atë, si thon, shakan, duhet të ndjejnë buzëqeshin e babait dhe të nënës. Falem. Shumë prej nesh në njëherë interesohemi, thon disa dietar psikolog, interesohemi me anën materiale të fëmijës. Prandaj ka ngrënë mirë apo jo? Domethënë ka ngrënë mirë, jo e ka mbushur barkun, po ka ngrënë mirë në mënyrën, ka ngrënë atë të preferuarën apo jo? Okej, nuk është kundra nëse ajo është halal. Nuk kemi kundra. Ka pirë atë pijen që ai pëlqen gjithnjë apo jo? Ka veshur atë më të mirën? A është gjithnjë më I mençur, I zgjuar, I pari I klasës apo jo? Shumë bukur. Asnjëherë nuk pyesim për fëmijën, ose shumë pak pyesim. E ke fal namazin kohën e dur bir? Vajza e ke falur namazin apo jo? Cilat janë fjalët që ti përdor me shokët e tu? A I di ti ç'do të thon këto fjalë? A I di se kjo fjalë të çon në gjuna të madh? A I di se përgojimi është I tillë? A I di se thashë themet që bëhen nëpër shkolla, andej apo këtej mund të çojnë në qorsokak or bir dhe mund të vrasin? Zhytja e tepërt në TikTok dhe në këto rrjete sociale të cilat përdorin sot adoleshentët, që janë kthyer sidomos në Shqipëri një makth për familjet, janë bërë makth, nuk je I sigurt për fëmijën që sot e nxjerr nga shtëpia, ndrek nuk e gjen më në shtëpi. Domethënë mund të marrë policia, mund të marrë spitali, zot na ruaj. Nëse ne të nderuar vëllezër dhe motra do të merremi vetëm me rrobën, me të ngrënë me të pirin, atëherë në të njëjtën formë do të themi gjërat kryesore të fesë. Po në darkë ke shkuar në një në xhami? Ne shumë mirë I themi fëmijëve, kurse në anglishtes, po të matematikës. Kam parë ndonjëherë ke shkuar te karateja apo s'ke shkuar te karateja, tek boksi, tek mundja. Oho, shumë të bukura, bravo. Por bir, e ke fal një yatsi në xhamat? Po akşamin e ke falur në xhamat meqense është dimër tani dhe nuk ka kohë, se del nga shkolla vonë. E falë namazin në kohë? A I ke përmendur Allahun pas namazit? Jo, ofa. Gjëra që ti I ke thjeshta se ti ke mësuar mirë ato, të duan. Po fëmijën kush do ta mësoj për këto gjëra? As në xhami s'vjen, as në shtëpi ti s'ke kohë ti thuash. Cili hoxh ka mundësi ta kap këtë fëmijë me dorë? Më thoni vallaj. Kush është ai I cili ka fuqi të merret me këtë lloj brezi që është lënë si pema në shkret të tir, pa ujë fare është lënë në shkreti. Nuk di se sa nuk e di se ku do të përfundoj fëmia në këtë lloj forme. Nuk e di se ku do të përfundoj. Një defekt jon I prindërve është se ne mendojmë se fëmijët tanë gjithnjë janë si me lajket. Dhe kur na vjen përballë me të tjerat I themi aman mos më fol mua për fëmijën se e kam kështu dhe e kam ashtu. Kjo është një defekt. Ka disa gjëra që ti nuk I zbulon dot tek fëmia jote dhe ti zbulojnë të tjerët. Prandaj ne duhet të jemi, mos po them o burra, çat na thoj dynjaja dhe ne ta besojmë një herë, jo. Por se duhet të marrim masa, duhet të vërtetojmë disa gjëra. Duhet të hetojmë gjendjen e fëmijës son, ta hetojmë. Madje edhe kur të e thon, sepse futja fare është për të mirën tonë. E ne nuk na bëndem sepse na tha diku. Dhe ne shkuam e vërtetuam pa u ndier fare në fytyrë të fëmijës. Ama kur marrim vesh nesër pas nesër që ky problem nga fëmia jote është trashur, do të vi rradha ty I fundit ta marrësh vesh dhe nuk ka gjë më të keqe se ta dish ti I fundit, ti je hallka e fundit që di problemin e fëmijës tënd.
Prandaj i ndashur baba dhe e nderuar nën, duhet që lë një rezervë për lajmin që të vjen për fëmijën dhe shko hetoje me qetësinë më të madhe. Përpiqu ta marrësh vesh dhe kuroj atë me formën më të duhur në mënyrë që të mos rrshqas nga dora. Dhe në mënyrë që nëse është sëmundje, mos të rritet shumë sa që do vi koha nuk e kuron dot më, do t'i mbetet. Në anën tjetër kemi disa prindër ose na njerë neve kur gabon fëmia në një diçka, gjithnjëherë ne do ta paragjykojmë dhe shkojmë deri në fund të paragjykimit. Do thënë në masën ekstreme, ti e ke bër, ti e di unë se si je, ti gjithnjë kalon këtu. Dhe nuk i lëm fare njëherë hapësirë atij të shkretit që ai të vërtetojë diçka që mund të jetë e kundërt. Por se ne kemi qef ose aq ne është mbyllur mendja sa që mendojmë për të vetëm keq. Jo, po prit një. Do thënë e ka bërë një diçka totalisht gabim. Nesër e ka bërë 75% gabim, 25% e kishte ndrequr. Kjo tregon se fëmia ka ecur dhe ka kuptuar diçka. Nesër e bën 50-50. Kemi një farë lloj mas vetëdijsimi dhe ndërgjegjësimi nga fëmia dhe ne nuk duhet të shkojmë tani dëgjoj këtu se ti gjithnjë këtë gabim e bën, dhe ti gjithnjë kështu jeti. Dhe ti ndodh me ty keqe. Kjo është gabim i madh. Kjo është gabim i madh. Nga gjërat të cilat na i bën fëmijët të dalin nga situata është kur ne bëjmë diferenca mes tyre në dhurata, kur bëjmë diferenca mes tyre në dashurinë që u shfaqim. Kjo, të nderuar vëllezër dhe motra, i bën fëmijët të kenë xhelozi njëri tjetrin. Ju e dini shumë mirë që Jakubi alayhis salam kur i tregoi Jusufi ëndrrën, tha mos ja trego vëllezërve se do të bëjnë ty dredhi, tradhtifë, do të tratojnë, do të bëjnë dëm. Se me të vërtetë shejtani për njeriu është armik i përbetuar, i qartë. Vërtet, shejtani për njeriu kur shikon që babai këtij t'i bleu kaq shumë gjëra, edhe me vajzën nuk merret fare. E le atë pas dore. Apo i blej një vajzë dhe lë tjetrën fare. Apo vetë gjithnjë përqafon njërin, puth njërin vetëm për ty, o të keqen ti, o të bëf shofi. Dhe lë tjetrin fare. Vallahi, po të hapësh zemrën e atij që ke lënë do ta shikosh se ka shumë pyetje. Po unë çfarë kam? Po unë s'jam fëmia e tyre? Po unë kam bërë një gabim që nuk kam këtë lloj vëmendje? Po mirë, ai gabimi im ka që i rënd që nga nëse kam bërë gabim, sa që nuk mund të falet një puthje, nuk mund të më falet një dhurat, e të tjera gjëra. Vallahi të shikosh, të pyet të shpirtin e fëmijës aty, ta pyesi dikush tjetër në fakt. Vallahi të nxjerr gjëra që janë shumë të dhimbshme, po ti mendosh se si mendon fëmia në ato momente. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij, Nu'man ibn Bashiri, një nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë më dhuroi babai im. Më dhuroi babai një dhuratë dhe i tha nënës i kam dhuruar Nu'manit këtë dhuratë. Jema ishte zgjuar dhe tha vallahi nuk jam e kënaqur me këtë gjë që ke bërë. Po shko pyet profetin sallallahu alaihi wasallam të dëshmoj për të. Dhe ky shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha o i dërguari i Allahut, unë i kam dhënë këtij djalit, këtij fëmijës tim, të lloj dhurate. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, po si kjo dhuratë i ke dhuruar fëmijëve të tjerë? Tha ky Nu'man, jo i dërguari i Allahut. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mos më bëj të dëshmoj dëshmi të rrem. Unë nuk dëshmoj dëshmi të rrem. Më thënë, u quajt kjo sikur unë po dëshmoj që jemi okay që ti ta veçosh të birë më shumë se sa të tjerë, mos bash drejtësi. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kini frikë Allahun dhe mbani drejtësi mes fëmijëve tuaj. Mbaj drejtësi mes tyre. Përpiqu që edhe ndjenjat ti shpërndash, përpiqu që edhe atë që nesër ka bërë një gabim të ndjej dhimbshurin tënde, të ndjej pak dashurin tënde, të ndjej një përqafim nga ty, jo vetëm tek njëri, ha? Pavarësisht ai i vogli është pak më çamarroku që ashtu, po kur rritet ai, edhe ai ka të njëjtat forma. Ha, nesër pas nesër kur vdes njeriu, ose kur është në çastet e vështira të vinë fëmijët e tjerë tonë le të shërbej ai që ti deshe më shumë, ai ta plasë në fytyrë dhe nuk ke ç'i thuaj ndonjëherë. Nuk ke ç'i thuaj. Fare. Pse? Sepse
ashtu e mësove ti në fillim dhe ai tu përgjigj tani, më së fundi. Prandaj duhet kemi kujdes në këtë lloj problemi që shfaqet shpesh tek edhe në shoqërinë shqiptare, shfaqet shpesh. Ai blejnë fëmijëve disa fëmijë i çojnë shkollë, të tjerë thotë jo, s'duam. Po pse jo? Disave u blejnë edhe shtëpinë, disa u bën edhe dasmën, për të tjerë ka mundësi të bëjnë dasmën, nuk duan t'ja vënë. Për shembull, ose ta veshin ashtu siç ka veshur vllai. Mirë, bëre dasmën për djalin, bëre dasmën për djalin tjetër. Nuk ka ndonjë problem nëse ti ke mundësinë, kuptohet. Prandaj duhet të jetë njeriu, domethënë duhet të jetë shumë i matur në këto gjëra sepse mbetin si gozhda të rjetën, i mbetet peng në zemër fëmijës. Dhe do të vijë një ditë do të thoj ti ma bëre mua këtë fjosh. Ti ma bëre këtë gjë kështu. Edhe nuk di ç'ti thuash më. Nga problemi që janë shfaqur sot në edukimin e fëmijëve është se është lënë edukimi i martesës fëmijëve. Aha. Nuk nxisin fare prindit fëmijët për martesa. I lënë të vonohen dhe me vonesën shfaqen dhe haramet, me vonesën shfaqen tekat, me vonesën shfaqen obligimet, me vonesën shfaqen problemet të tjera, të cilat nuk kurohen. Në qoftë se ne nuk i pjekim dhe t'i bëjmë gati, ata nuk do të bëhen gati vetë. Domethënë do të kujtohen vonë, do të kujtohen shumë vonë, ndaj u duhet që prindit t'i bëjnë gati, qoftë vajzat dhe qoftë djem, që jo t'i përshpejtojnë martesat, po t'u gjejnë vaktin e dur dhe momentet, si themi neve, t'ja nxisim martesën fëmijëve tanë në mënyrë që t'jenë të denjë. Sepse martesën e ka nxitur Allahu nëpërmjet profetëve dhe e ka lëvduar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na ka nxitur qoftë meshkuj, qoftë femra, na ka nxitur dy palëve sikur të ishte sepse vetë martesa është vazhdimësia e jetës në Islam, është vazhdimësia e jetës. Jo martesa, punimi i saj është vdekja e jetës. Prandaj ne si musliman, më thënë duhet ashtu si dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që i nxisin fëmijët e tyre për martesa. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "O djem të ri, o rini, kush ka mundësi të martohet, le të martohet, o rini." Flet rinis, i flet adoleshentit, i flet djalit që ka kaluar pak adoleshencën. Po më thot toni që pa mbaron kohë dhe nuk mund të vazhdoj më. Në fakt vajti mbi 45 minuta. Allah shpëlbefet mira. Cilin libër të këshillon për edukimin e fëmijëve? Libri më i mirë Omer Morina. Për edukimin e fëmijëve është leximi i historisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që mbaron filloj prap. Dhe do ta shikosh se si dashurohet fëmia me figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam. 1. Libri bukur për edukimin e fëmijëve është libri Fragmente nga jeta e sahabëve. Unë këtë libër e kam shoqëruar dhe e kemi pasur për 3 vite në shkollë në Siri, kur na e trajtonin dietar të mëdhenj. Sepse tek sahabët ne do të shikojmë trimin, tek sahabët do të shikojmë asketin, tek sahabët do të shikojmë trimin, të pasurin dhe sadakadhënësin. Tek sahabët gjeni shembuj më të mirë në gjithçka. I mësoni fëmijës sinqeritetin, i mësoni fëmijës edhe kur ka gabim se si ta pranoj me, do me thënë, edhe të jetë krenar dhe mos të thyet të rjetën nga i gabim që mund t'i ndodhë. Lexojeni këtë libër dhe vetë të nderuar motra dhe vëllezër. Lexojeni dhe për veten tuaj këtë libër Fragmente nga jeta e sahabëve. Do shikoni se si do të ndryshoni. Po jeta e profetit 1. Ky libër, domethënë Fragmente nga jeta e sahabëve që është përkthyer dhe Allah shpëlbefet mirë aty që kanë përkthyer, do të bëjnë ndryshime rrënjësore. Gjë tjetër është, unë këshilloj që fëmia ose vetë neve duhet të përmbajmë disa rregullave tona, sikur të lexojmë pak atë librin Riyadhus Salihin, na një hadith, 2 hadithe në natë në fund të vitit e kemi mbaruar, e kthejmë përsëri dhe nguliten në mendjen tonë, në mendjen e fëmijëve
si themi neve, nguliten bazat e islamit dhe lidhja dhe kontakti me profetin sallallahu alaihi wasallam gjithnjë. Dhe kjo na bën të dallueshëm nga të tjerët, sepse ndjekim qartësisht atë që duam neve. Këtë mendoj, Allahu e di më mirë. Ka shumë gjëra që mund të ka shumë gjëra që mund të flitet. Defektet e secilit fëmijë, duhet të jesh, si themi, duhet të jesh psikolog vetë, duhet të dish se si, duhet ta vrasësh mendjen, si mendon fëmia jote, çka kërkon, kur e do, kurse do. Këto janë çështje kryesore. Allah shpëlbeft mirë.